Kreu i forcave të armatosura të Libis dhe 4 zyrtarë të tjerë të lartë ushtarak humbën jetën të martën vonë kur avioni i tyre u rrëzua menjëherë pas ngritjes nga Ankaraja, thanë zyrtarët në kryeqytetin e Turqisë dhe në Tripoli. Mbetjet e avionit të tyre Falcon 50 u gjetën nga personeli turk i sigurisë në lagjen Haymana pranë Ankaras, tha ministri i brendshëm turk, Ali Yerlikaya. 3 anëtarë të ekuipazhit humbën jetën gjithashtu. Kryeministri i Libis, Abdulhamid Dbeiba, tha në faqen e tij në Facebook: "Me trishtim të thellë dhe pikëllim të madh, mësuam për vdekjen e shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë libiane, General Lejtnant Mohamed Al-Haddad." Haddad më herët të martën zhvilloi bisedime në Ankara me ministrin turk të mbrojtjes Yasar Güler dhe homologun e tij turk Selçuk Bayraktaroglu dhe po kthehej në Tripoli. Yerlikaya tha në X se avioni Haddad u ngrit nga aeroporti Ezenboga i Ankaras në orën 17 dhe kontakti me të u humb 42 minuta më vonë. Avioni lëshoi një njoftim për ulje emergjence pranë Haymanas, 74 kilometra larg nga Ankaraja, por kontakti nuk mundi të rivendosej, tha ministri. Një zyrtar i lartë turk tha se avioni kërkoi një ulje emergjence për shkak të një defekti elektrik 16 minuta pasi u ngrit. Avioni mbante 8 pasagjerë në bord, përfshirë Haddadin, 4 pjesëtar të skuadrës së tij të shoqërimit dhe 3 anëtar të ekuipazhit. Ministri turk i drejtësisë, Yilmaz Tunç, tha se zyra e kryeprokurorit të Ankaras ka nisur një hetim për incidentin. Disa media turke transmetuan imazhe që tregonin qiellin e ndriçuar nga një shpërthim, jo shumë larg vendit ku avioni lëshoi sinjalin e emergjencës. Një banor vendas në Haymana tregon momentin e aksidentit. "Dëgjova një zhurmë të madhe shpërthimi, ishte si një bombë", i tha ai AFP-s.